A keni menduar ndonjëherë pse gjyshet tona thoshin: mos I këndo pasqyrës natën? Në besimin popullor shqiptar, pasqyra nuk ishte thjesht një send ku shinim veten, por një portë mes botës sonë dhe botës së padukshme. Besohej se natën, kur qetësia bie mbi shtëpi, pasqyra bëhet si një dritare për shpirtrat e të vdekurve dhe për forcat e fshehta. Dhe kënga, një thirrje e fortë e shpirtit të njerëzit, mund të zgjojë atë që fshihet matanë saj. Thuhej se kush I këndon pasqyrës natën, jo vetëm që e fton të keqen, por rrezikon të humbas qetësinë, të ndiqet nga ëndrat e këqija, madje edhe nga fatkeqësi të papritura. Kjo është arsyeja pse në shumë shtëpi të vjetra, pasqyrat mbuloheshin gjatë natës me një copë pëlhur, për të mos lënë derën hapur. Edhe pse sot kjo tingëllon si legjendë urbane, shumë njerëz ende ndihen të parehatshëm kur kalojnë pranë një pasqyre të errët në mesnatë. Ndoshta nga që, diku thellë, kjo bestytnie e lashtë na kujton se jo çdo reflektim është vetëm I yni.